Mirë se erdhët të dashur Gaforë në Letra të Rrethejnë. Jam Diana dhe do bëjmë leximin e javës që po vjen. Të dashur Gaforë, kjo javë duket si një përzierje emocionesh, por fundi i saj është shumë më i bukur se sa fillimi. Edhe fillimi mund të thotë se je duke larguar diçka, nga diçka. Le të tregoj largim nga një situatë që të ka lodhur, disa tensione apo keq kuptime që duhet menaxhuar me kujdes. Gaforë. Por edhe mundësi të reja, absolutisht, lumturi familjare dhe fitore personale. Kjo është një javë ku do të kuptosh se jo çdo betejë ja vlen të luftohet. Gjashtë shpatës të dashur Gaforë, gjashtë shpatës fillon me largimin nga diçka që të ka rënduar. Unë gjithmonë e shikoj sikur nga ato valet të 10 ballësh ku largohesh, në tensione, shqetësime, gjëra dhe duke larguar në paqe e qetësi. Pra mund të jetë një konflikt që po largoheni, një shqetësim, një situatë që të ka marrë shumë energji mendore. Ky le të tregon se po kalon nga ujëra të trazuara në ujëra më të qeta, pra. Ndoshta problemi nuk zhduket menjëherë, por mënyra se si e sheh fillon të ndryshojë. Dhe ndonjëherë kjo është gjysma e zgjidhjes së dashur Gaforë. Jo çdo gjë kryhet menjëherë, por hapi i parë për të larguar që nga aty, nga situatë, person, është gjysma e zgjidhjes. Pra, kemi 5 shkupive. Ky letër sjell pak tensione të vogla, jo domosdoshmërisht debate të mëdha, por njerëz që kanë mendime të ndryshme, keq kuptime ose mund të jetë thjesht vetëm konkurrencë. Në punë mund të ketë mendime që përplasen. Në familje mund të ketë kokëfortësi. Në dashuri mund të ketë një bisedë ku secili mendon se ka të drejtë. Dhe kjo është ajo që e bën. Këshilla që mund t'jap, mos u fut në çdo debat që të ftojnë. Absolutisht jo. Jo çdo ftesë meriton pranimin tënd. Këtë ta keni parasysh. Dhe 10 të kupës, letra më e bukur e këtij leximi, shikoni ku jeni këtu, flet për familje, harmoni, gëzim, për ndjenjet se je aty ku duhet të jesh. Pra, jo. Çdo ftesë meriton pranimin tënd, apo jo? Jo aty ku. Mund të ketë një lajm të mirë në familje, një pajtim, një moment të lumtur, ose thjesht një ndjenjë Gaforë qetësie që ka munguar kohët e fundit. Ky le të tregon se zemra jote do të ketë arsye të buzëqesh. Ecim në letrën akoma më të bukur, është asi. Një derë e re po hapet, asi i monedhës. Kjo letër është shumë e fortë për para, punë dhe me mundësi praktike. Mund të jetë një ofertë, një ide fitimpruese, një pagesë, pak më e madhe se e zakonshme, një mundësi që sjell më shumë stabilitet. Mos e nënvlerëson një mundësi që të duket tani mund të jetë e vogël, por që sepse shpesh asi i monedhës fillon si diçka e vogël dhe më pas rritet në diçka të madhe, dhe këtë mos e harroni. Mbreti i shpatës kërkon qartësi. Ka ardhur koha të shikosh faktet dhe jo vetëm emocionet. Po, e di që po flasim për një Gaforë dhe emocionet janë specialiteti juaj, por për këtë javë do të fitosh më shumë duke menduar ftohtë. Një vendim i rëndësishëm mund të kërkojë logjikën, jo zemër. Dhe për çudi, vendimi më racional mund të rezultojë edhe më mirë për zemrën tënde. Dhe karroca të dashur Gaforë është letra e suksesit, absolutisht, ecje përpara, kontroll, fitores mbi pengesat, në fund të javës duket sikur po merr frenat e situatës në dorë. Diçka që duke e vështirë fillon të lëvizë, një pengesë fillon të largohet, një plan fillon të realizohet. Mos lejo frikën të ndaloj. Karroca nuk shpërblen ata që presin, shpërblen ata që ecin, sepse është vetë në lëvizje. Dhe letra Oracle është mesazh që flet për intuitën dhe mençurinë tënde. Jo spiritualiteti i tepruar, por atë ndjesi që ke kur di diçka para se të ndodhë. Intuita, pra, këtë javë dëgjo intuitën tënde. Nëse një situatë duket e gabuar,
mos e injoro gafore. Nëse një mundësi të duket e mirë, mos e freno vetëm e vetëm nga frika. Ti e di më shumë se sa mendon. Do të thotë, do ta kuptosh më shumë se sa e beson veten. Dhe këtë javë duhet t'i besosh më shumë pra vetes tënde. Java pra fillon me duke u larguar nga shqetësimi apo nga ndonjë tension të vogël që kërkojnë qetësi. Më pas energjia ndryshon komplet apo krejtësisht. Familja, dashuria dhe emocionet marrin një kresë pozitive, gafor. Një mundësi financiare ose praktike mund të shfaqet dhe fundi javës të gjen më të fortë, më të qartë dhe më afër një fitore personale. Pra, gafor, mos shpenzoj energji duke luftuar çdo stuhi. Disa stuhi janë aty vetëm për të shtyrë drejt një qielli më të kthjellët, gafor.